Tregom në Ulqin, kush është receta tradicionale që e ke trashëgu edhe prej nonës? Po, unë e kam marrë një këtë petlave, se unë jam pejon Smalit, rreth i Ulqinit. Mëse nëjna nana jam munu edhe e kam banja 2-3 herë, taven e krapit. E bajnë në Shkodër, e bajnë edhe në Ulqin, po se e bajnë nana jeme, ose se e bajnë në Antë Malit, nuk e bajnë kërkosh. Kjo i bjen që duna me ftu momentan në emision? Fton një më nane, ose vjen të nana jeme. Vime, apo është të spritërisë? Kërështë zona krapit kom harru. Edhe është fenomenal. Se duhet një tepsi e madhe, zakonisht krapi ka 3-4 kg, nëse është 9-4 kg, nuk është që ke marrë në farpeshkot, nëse ka shumë ferra dhe mandaj si ja vlen një farformet. E bën tepër të mirë, e fërgan një herën, normal t'lymë pak me mill, e fërgan e len me një anë, mandaj në atë ndyrën që e kalshu langu i peshkut e krejt u fërgu, fillan edhe i shtan do më thonë perimet, i ke gritë më krejt perimet të mushme, spec, të koq, domate, pak tomatino, ufoll, hudër, shumë magdanoz, ja unep një val, e shtrin krapin të psi, edhe e mbulon me atë langën e vetë dhe futën furr edhe një 20 minuta. Gja ma të mirë. Kjo s'ma kish prish dhe në shaharë. Jo, kjo, po s'kam po me ta marrë krapin, se unë ty të thash,